përqendruar dhe bukur është që më ndodh gjithmonë kjo gjë kulla. Ore, dëgjoj kulla. Një sekondë më këtë Meksin më burr. Se s'do ta shqetësoj Marsitën se ç'kishte një hall thotë. Një sekondë. Pa! O Meksi? Pa! Ore, dëgjoj Arjani se ndoshta mos e shqetësoj gjë? Jo, ore, fika muzikën, ha? Qa shqetësova leqë? Dëgjoj Arjanin, janë morë maps, kanë filluar akoma emisionin, po desha të them, ka ndonjë shans Meksi për shembull që se na mungon është djegur një televizor te nga ana ime e majt. Shef, e shef që mungon një televizor? E pita foton. O Letio, hapja që planin Meksit, planin e madh, ha? Tute, foto kullës unë të lohet, ja. Jo e kullës, jo. E shef që është që nga një ana nuk ka televizor. Jo, se kam hap ekranin, jo, ha? Po pra, nga ana ime majt, se nga në djathë ka, nga ana ime majt mungon ekrani ka disa javëlla. Si mund ta gjejmë një ekran o Meksi? Po do gjemë. E kam seriozisht. Që të në meremi. Po, ore. Po, s'ka thënë një gjëmë, se s'mere mua, po ja, me që të po më thumë, unë do mere. Unë e di s'mere shtima, po do mire Marsitën, po ajo se shkishte një halë shkreta më vëllave, nuk duha ta shqetësoja sot. Po pa ishte një vdekje, ka ardhë një kushëri që ka. E pra. Mirë. Ajde se mere muna, mirë. Mirë o Meksi, rofsh. Ajde, Ciao, kalofsh mirë. Ciao. Njeri i mirë Meksi. E sa keq vjen kur e shqetësoj për të gjërat vogla? Normal. Dëgjon. O ti, kulla, ore, more vesh më burr? Qa? Kemi hap një muhabet me këtu para ca javësh, para një 2-3 javësh. Unë gëzova shumë sepse me ardhin e drejtorit të ri të policisë, e këtij zotit Hita, ke parasysh Skënder Hita e kam thënë. Unë gëzova sepse ai doli në një terrat pushtyp, sa erdhi, ditën e dytë që ishte, dhe gjëja e parë që tha do heqim patrullat parazite nga rrugët. Kto që ndalojnë makinat kote, ke parasysh? Çdo makinë që ngrej në shefa tabelën një del kështu polici që bëjnë kështu, e kupton? U gëzova se në fakt disa ditë të para nuk pash. S'pash po. Para një 2-3 ditësh kishin filluar prapë. Po, u sa mërzita ku u zhgënjeva se thash mos unë i besova atij drejtorit. Thash vetë çka kam valla se ai ka. Ja sa të bëhet ky Smart City Solutions atje në Mexico City e ka bë kjo Thales, ke parasysh Thalesin në atë kompaninë? Ti mendon që po u bë ajo nuk do dalin me policët, të vërtetë. Po aty s'ka nevojë, kupton. Po, problemi është se këtu nuk do ta bëj Thalesin, nuk di kush do ta bëj këtu, po. E bëjnë këta të Arabi Saudite pra. Është projekti Smart, po që po bën. Po jo, aja ta paguajnë, po kush do ta realizojë si teknikisht se dim. Më nuk ka rëndësie, pse të thua. Po më do funksionojë, nuk besoj do bëhen një gjë. Mexico City që do bëhet kampionati botror tash që bëhet në 3 shtete, është 20 milion banorë dhe ata kanë zgjidhur, kurse ne 3 milion banorë jemi gjithë. 3, mos exagjeroj, jemi 2 për atë punë. Jo të gjithë tash, kupton, gjithë bashkë. Gjithë bashkë me këmbë, flasim për Shqipërinë apo? Edhe me ata që janë jashtë Shqipërisë pra. Aha. Po nëse mos të bëri për shumë përshtypje këto patrullave, a? Po s'çuditë më çon. Vendi vakive është bën vaki. Po e tha vetë më kolla, e tha vetë më. Po mirë, ai shkreti do ta bëj, është djalë me vullnet mirë plot. Po nga ai varet pra prapë shoh që kanë dalë. Po mirë, ç'do bëj? Kur po me urdhër bëhet kjo, tani policia funksionon me urdhra, ka hierarki ti e di, janë ushtarak. Kur si kanë kamerat, ç'do bëjnë? Do bëjnë ai punë. Atë po pse tha ai që nuk do i heqin? Po ai shkreti e tha u përpoq, po pastaj ndodhin gjërat, fillojnë aksidentet, është i detyruar të vë njerëzit në rrugë. S'është për aksidente apo? A thu? Mos apo. Ata rinë për shumë dhe rinë nuk është rinë në vende ku ka shpejtësi të madhe, më kupton? Rikotme në për kryqëzime, në për rrethollullime, kupton? Se do ishte ngjarje për herë të parë në 13 vjet që ka ky në pushtet, që të siç janë gjithë kryeqytetet e rajonit, më dha, nuk shikon policë më, shumë rrallë shef në një policë tek këtu, kupton? Tu është mbushur çdo moment. Ka ndodhur një herë kam qenë me Dalemën duke shkuar në Vlorë. E sa kalon rreth rrotullimit e Lushnjës. Po. Edhe ishte policia aty, po ishte mëngjes. Edhe ndalon hap krahun. Pa makinë mu, tha, pas ke makinë të bukur, tha, kështu do mblesh mu, tha, po ishte mëngjes, tha, para gjë, tha, që më pikë mëngjesit, qesha mu, po ishte me një koleg tjetër. Tha shumë, o vlaj, thash, edhe ta kësha dhënë në gjë me qefi, thash, po ky zot një që kam krah këtu, i thash, është ish kryeministri Italisi, thash, e po pa, thash, të ikëm të vind marrin darkë të shtëpia aty, edhe i shkreti si ishte këtu. Po, mu më gjetë ti, o vlaj. Ja, për këto punë, për këto të ndalojnë kryesisht. Po mirë, ç'të bëj? Ore, unë nuk kam gjë me policë e shkretë, me ato pak lekë që marrin ata,
Edhe pak kërkojnë, kupton, do të dërgoni më shumë. Ne them ç'të bësh. Po jo më jone, besova këtë hitajnë shumë, dhe prapë kom shpresë që ai do ta mbaj fjalën, nuk e di se pse. Se më kanë thënë që është buri i Zotit shumë, edhe është korrekt. Se di tani. Ore dy të filloj emisioni vëlla, lash nam. E di si thonë italianët. Ha. Chi di speranza vive, disperato muore. Që për do të thënë? Kush jetë? Se i mbeti kullës, mi mbrëma të gjithë, i mbeti kullës në gryk shpreja italiane që tha, le dio pak para se të fillonim emisionin. A mund ta thuash edhe një herë kulla? E do italisht apo shqip? Italisht pastaj përktheje. Chi di speranza vive, disperato muore. Kush jeton me shpresë vdes i dëshpëruar. Me saktë se kjo nuk bëhet. Me saktë se kjo nuk bëhet. Ore shoku më thot një tip, ore shoku thot tani janë patrullat, por kanë dronin lart dhe ndalojnë veç ato që ecin shpejt dhe parakalojnë gabim. Tani mos exagjero. Lutem, mos exagjero. Dhe mos gënje. Nuk është kështu. Unë se si kur shpejt dhe nuk parakaloj asnjëherë. Çdo të thënë kjo. Dhe puna ime janë shumica. Bo filloj mesazhi që në fillim kulla të merr. Plase le dio, plase. Ilir Kulla mi mbrëma. Mirë mbrëma. Trumpi një nga deklaratat e fundit që ka bërë, dje ose pardje ka qenë, po mendojmë seriozisht, që të rreqim trupat tanë nga Gjermania dhe Europa. Kjo pasi zoti Merz, me Z, kancelari i Gjermanisë, ja dhiu pak. Ja dhiu pak duke i thënë që zotri, i vetëm që nuk po triumfon me Iranin, po je duke dal huq, je duke dal i humbur. Trumpi, i kutruri. Tani, më mirë apo më keq që s'do ndodhte kulla? Që ti rishte, të rishte ushtarë. Pse është më keq? 1, 2, 3, 4, më thuaj lutem. Keq se kontinenti është tërësisht i papërgatitur në rast lufte. Tërësisht i papërgatitur. Pse? Unë kam qenë në bazë amerikane në Gjermani. Që është baza më e madhe e amerikanëve në Europë. Jo, ajo është Ramsteini. Ramsteini pra? Po unë s'kam qenë Ramstein, kam qenë dakord. në Garmisch-Partenkirchen në Marshall Center. Ka disa baza atje? Ka disa baza. Kam qenë në Sigonella në Catania. Ke parasysh në krahët e aeroportit Catania, s'ti ke qenë disa herë në Catania? Patjetër. Aty është baza më e madhe. Po. Ka disa kam qenë në Aviano. Edhe historia e Evropës në 80 vitet e fundit është që sigurinë e Evropës e kanë dhënë bazat e mëdha amerikane. Por kjo krizë nuk ka filluar tani. Tash është maja, domethënë, është maisur, nuk tani është derdh gota. Dal qelbi tani, është derdh gota me Iranin. Kjo krizë ka filluar që në mandatin e parë të Trumpit, kur Trumpi ka bërë presion të gjitha qeverive europiane, që në mënyrë të veçantë qeverisë gjermane, të paguonin 2% e famshëm të GDP-s. Tashmë në samitin e vjetshëm u arrit dakordësia për 5% e GDP-s, dhe duket qartë që nga një anë nuk paguajnë dhe në anën tjetër, përveç që bëjnë kërshillëk politik, me idenë që do bëjmë ushtrinë europiane, këta që s'paguanin këtë, imagjino të shkojnë marrin trefishin e asaj shume për të krijuar një ushtri europiane, po duket qartë që ka një koalicion në politikën europiane, e cila është i qartë anti-Trump. Pra Trumpi, përveç që ndjen shkon dhe prek gjitha problematikat që janë bartur ndër vite në raport me NATO, me sigurinë e Evropës e tjerë, ndjen edhe një qasje personale shpirtërore politike anti-Trump që identifikohet me anti-amerikanizëm në këtë moment në Evropë. Dhe kuptohet, kur këtë e thot presidenti Francës, kur këtë e thot kryeministri i Gjermanisë, dhe kur nuk i përgjigjet aleatja e vetë
Meloni në Itali, e cila s'ka faj se humbi referendume mund të humbasi zgjedhjet shumë shpejt për shkak të... Pra kush janë njëjët me Trumpin, Kulladani ka shumë gjasa të humbasa, po gjithandej, se rasti Orbanit, rasti aty në Kanada. Problemi është që në Itali lidhet ngushtë me një agjendë e cila ka të bëjë me çmimet, sepse ki parasysh që ishin amerikanët që rrëzun Kadafin dhe Kadafi ishte alati numër 1 i Italisë. Italia, se duhet të shpjegojmë pse, ta kuptojnë njerëzit. Italia është një vend që nuk ka naftë, nuk ka gaz, por që nga vitet 50, me Enin e famshëm, ndërmarrje e multinacionale... Eni që me fjalë më të gjata do me thënë? Energjia Nacionale Italiane. Që në kohën e Enrico Matteit, i cilit pastaj arrëzuan avionin, sepse ai krijoi edhe pavarësinë, do të krijonte pavarësinë energjetike, pikërisht me Iranin në atë kohën e Shahut. Dhe avioni, e disi u rëzua, shkojnë Katania, do shkojnë në Libi, dhe unis nga Katania për të kthyer Milano, dhe teksa ule Milano, avioni ra dhe në fund ja lanë gjithmonë një Enrico Mattei ja lanë një aksidenti, por nuk u sqarua kurrë, megjithëse ka pasur shumë dyshime që ai ishte një avion i rrëzuar, dhe jeni sot e kësaj ditë është një nga kompanitë më të mëdha në botë, por gjen gjithmonë naftë dhe gaz jashtë, në Itali s'ka. Qartë. Tani, jam i qartë. Është një nga 7 motrat të ashtu quajtur. Dhe tash çështja është që në Evropë, pra në rastin konkret, liderat evropian duhet humbin pushtetin nëse do mbajnë qasjen e Trumpit për luftën, sepse kjo luftë ka ngritur çmimet. Po i ka ngritur çmimet në një mënyrë të pakontrolluar. Pra, Hormuzi, nafta, industria kimike, gazi, janë një seri gjërash, dhe nëse ne do t'i marrim që nga lufta e parë e Gjirit, lufta e dytë e Gjirit që ra Sadami në 2003, pastaj pranvera arabe, pastaj lufta Ukrainë-Rusi, tani Hormuzi, ku do marrin europian të shkret? Kështu që edhe këta në hall janë, domethënë nuk është puna që... Por në këtë moment unë e shoh që, domethënë, tërheqjen e shoh si lajm shumë të keq, sepse i heq Evropës të vetëm garanci. Pse nga kush mund të sulmohet Europa, Kulla? Ti e merr për shaka, por unë jo, më pëlqej që bëre shaka i seriozë. Unë kam parë gjithmonë si një potencial shumë real që Rusia të rikthehet dhe të marrë ato hapësirat që ka patur dikur të Bashkimit Sovjetik. Pasi në doktrinën politike ruse, shkatrimi i Bashkimit Sovjetik quhet nga vetë presidenti Putin, quhet si drama më e madhe e historisë së Rusisë, dhe nëse deri tani Evropa është mbrojtur, ka qenë Amerika. Të flasim konkretisht, ti mendon që Rusia potencialisht mund të godasë një ditë që janë këto vende, Letoni, Lituani, këto që ka pasur? Ato i merr për gjysmëditë ajo. Po për kë vende ke fjalën? Pak më brenda. Moldavi, futemi deri këtej, ish republikat e botës lindore, domethënë. Që janë në BE sot, që janë në NATO? Moldavia s'është NATO. Që janë në BE dhe NATO. Moldavia s'është NATO. Ki parasysh se ushtari rus në luftën e dytë, ushtari sovjetik në luftën e dytë botërore ka mbritur deri në Vjença. Dhe kur janë bërë marrëveshjet atëherë, pra nëse këta do vazhdojnë ta provokojnë Rusinë, siç e kanë provokuar këto 4 vjet me luftën e tij. Tash sapo i dhanë dhe 90 miliardë tjera për ta financuar. Po, e di, po. Mos mendoj që Rusia mund edhe të mos mendojë edhe ti kthehet këtyre, po këta s'kan ushtar. Do të thënë sot që ti themi gjërat siç janë, ka vetëm 3 ushtri të NATO-s që mbrojnë Evropën, po që s'janë anëtarë të NATO-s. Që s'janë anëtarë të BE-s. Është Turqia, është SBA-ja, është Britania. Pse, Franca e këto janë rëndë, thodi? Italia s'ka farë ushtar, s'ka shërbim. Ushtarak, Gjermania s'ka gjithashtu. Franca gjithashtu. Franca ti e shef çfarë po bëjnë, po ja marrin një nga një ato shtetet e vogla të botës franceze në Afrikën Perëndimore. Do të thënë, është halli i madh me këta dhe nuk ka një doktrinë të mirëfillt dhe që kjo krizë politike dhe ekonomike shkon dhe jep drejt për drejt ndikim në një krizë të mundshme ushtarake, është një hall i madh. Për mendimin tim është kriza më e madhe e mundshme që ka patur ndonjëherë që nga 49-a deri sot NATO. Po të shohim se samiti si vjet... Ç'është kjo harta, Kulla? Është dhe anglisht drejtë. Këto janë ku janë bazat amerikane në Europë. Në Evropë. Janë në Greqi,
Janë në Itali, në Turqi? Sicili, në Sardenja, atjerë, në Turqi sigurisht kanë, po Turqia s'është Evropë. Në Gjermani, në Çeki, gjithë kjo Ka pjesë. dhe lartë duket në kushte, ç'është e Danimarka apo Suedia, apo Norvegjia, ç'është ajo pjesë? Norvegji. Ka Norvegji bazë amerikane, ë? Norvegji, po. Vetëm në Francë nuk ka në Europë, kam përshtypjen. Në Francë nuk ka, sepse ti e di që Franca ka patur gjithmonë probleme me... Po që në kohën e De Gaullit duke pranoje. Ka patur gjithmonë probleme me SBA-n, domethënë, për shkak të De Gaullit. Po nuk më the konkretisht, cilat vende, cilë ishte potencialisht më teorikisht, po them, unë nuk e besoj kur që Putini të hapi luftë, të hapi luftë vendeve të BE-s, edhe sikur NATO të prishet fare, sikur Amerikanët i ikin, po gjithsesi, cilë mund të ishte vendi i parë, për shembull që Putini mund ta... Polonia. Që ka ushtrit madhe, Polonia, vendet Baltike, sepse aty është Rusia në Kaliningrad, vendet Baltike, gjithë të vendet që janë kundër vend. Gjithë të vendet që janë kundër vend. Pjesërisht dhe Gjermania, ka shumë të letë realisht Rusia, sepse është fushë gjithë. Ata janë të papërgatitur. Përveç sa investime në teknologji ushtrit e tyre, e tha një nga këta generalet Gjerman, një shef shtabi, tha, ne nuk kemi përgatitur për këtë ditë. Më thënë, që se do ndodhë një luftë si kjo që po ndodhë sot mes SBA-s dhe Iranit, që se do ndodhë në atë rajon, ta janë komplet pa përgatitur. Dhe kjo u pa, do më thënë, ata hynë dhe morën për një ditë e gjysë, ata morën lindjen e Ukrajinës. Dhe po mos ishte për ndërhyrjen që bën direkt Turqit dhe Britanikët, të tjerët ishin pagatshëm për një pritë. Në këtë lojë geopolitike që sa po më shpjegove. Sa e mundur është, duke pasur parasysh krizën në Hormuz, krizën energjetike kanë fjalën kulla, më dëgjon? Duke pasur parasysh krizën energjetike në Hormuz, sa e mundur është që të ketë një afrim të Europës me Rusinë? A është shef të mundshme? Cila është Evropa? Ky është problemi. Bashkimi Evropian kur? Po ky është problemi, Komisioni shkon në rrugë të vetë, qeveritë shkojnë në rrugë të vetë. Kjo është pjesa tjetër e krizës. Pra, X qeveri të pavarura duan të bashkëpunojnë me Rusinë. Duan se duan gazë, duan drithra. Si që është Hungaria, për shumë. Si që është Çekia, ndo nuk e di për Çekia dhe për Slovakia. Hungaria, dashje, Çekia. Ore janë vende që kanë një lloj varësie ekonomike. Italia vetë nuk ka. Gjysma e qeverisë italiane thotë pse s'bashkëpunojnë me rusët, e kupton? Edhe pse të shkosh ti për shembull dhe ti shpjegosh elektoratit italian në jug se cila është diferenca mes një Rusi dhe Ukrainës, nuk e kupton. Sigurisht. Ata janë popull vëllezër në thelb. Edhe tash janë ato vendet cilat kanë një varësi, ata megjithëse kemi pas sanksione, kanë vazhduar 4 vjet të blejnë naftë e gaz edhe pra ti nuk e shef të mundshme një rapprochement, pra një afrim. Problemi është afrimi kujt? Pra nëse ti do mendosh që do vi nga Komisioni Evropian dhe nga Brukseli është e pamundur. Por vendet anëtare po. Nëse në 2027 që pritet këtë zgjedhje në Europë, në disa vende të rëndësishme, në Francë më shumë. Nëse ndryshon elita, vin këta të djathët. Ata e kanë thënë që do bashkëpunojnë me Rusinë, po do bashkëpunojnë me Rusinë sepse ata kanë të domosdoshëm bashkëpunimin ekonomik dhe politik me Rusinë, sidomos në Afrikë. Sepse Franca po humb atë që ka pasur pasurinë më të madhe në historinë e vet, se ti e di ke jetuar në Paris. Qartë. Di çfarë do të thënë për Francën të humbi gjithë botën frankofone në Afrikë. Do thotë humbi gjithë burimet financiare, kupton, është ekonomia. Ajo që sjell rrotull gjithçka. Pra duhet që kjo të ndodhet, ti thua duhet vinte AFD në Gjermani. Kjo goca si e ka emrin kjo? Po AFD në Gjermani. Le Penin ose Bardella se varet, Le Penin mund mos e lejojnë. Le Peni ose Bardera në Francë. Është një që është bërë eurodeputet, është një ish general i forcave të armatosur italiane që ka bërë një parti në vete që ishte me Salvinin. Po rritet ai shumë shpejt tani, është diku te 4%. Kjo Meloni unë prisja që edhe Meloni edhe Meloni nuk besoj se se i thotë. Meloni s'ka qenë kurrë pro-ruse. Po nuk do të thoshte jo një bashkëpunim, një afrim me Rusinë për çështjet energjetike. S'ka qenë kurrë, po them. Pro-rus në qeverinë italiane ka qenë lëvizja me 5 yje që ishte majt edhe Lega e Salvinit. Po ky Renzi, se e shoh Renzi shpesh më në TikTok. Jo, Renzi ka qenë gjithmonë. Nuk është pro-rus? Nuk thotë të flasim, le të flasim. Jo, ai është për dialog. Po pra. Po jo pro-rus, është tjetër gjë. Për dialog janë një pjesë e madhe e forcave politike në Evropë sepse o çan, varet më burr nga ajo tash. A di ti çfarë do të thotë
Ti është produsi nëmër 1 Po Pentagoni pse u ashtu okulla? i dritari. Si, Pentagoni pse u mërzit sepse e pe lajmin e nxori Ledja do nxjerrit prap tani. që u mërzit Pentagoni? Jo, u shokuan nga deklarata e Trumpit që ne do të rrehim trupa nga Gjermania, do nxjerr prap Ledja tani. Ishte dalë te Politico. Vend Pentagoni i shokuar me Trumpin vëlla. Po tash ti e di që për luftën në Iran i hoqi gjysmën e generalëve. Po dolën kundër dhe heqi gjysmën tjetër. Tjetra radio. Trump Dhe me Spanjën ka një konflikt tjetër çan që nuk lidhet me Iranin, de facto dhe me Ja. Palestinën. Po normal. nëse Trondit. kjo është Politico. Po ki parasysh një gjë që E tham të gjitha, me Spanjën ka një konflikt tjetër çan. Me Spanjën është konflikti që Trump ka një politik për Amerikën e Jugut, për botën latine, nga Meksika e poshtë që s'pa pyet fare Spanjën, dhe ata janë gjithë aleatët e Spanjës. Tash ki parasysh që rrëzoi regjimin në Venezuelë dhe arrestoi Maduro. Tani vendosi prap sanksione në Kuba dhe do të rrëzojë regjimin në Kuba. I ka bërë presion presidentes së Meksikës dhe i ka fut disa guvernatorë në listë zezë për trafikun ndërkombëtar drogës e tjerë. Dhe këto janë gjitha. Ki parasysh që me Meksikën tani për një muaj gjysmë kanë lojrat, kanë kampionatin botror ata, kupton? Ta bëj Trumpi këtë për ta mbyllur. Apo i ka thjesht deklarata shantazh dhe si luan e gjithmonë i ka Po me bërë. thënë drejtën, çka ka thënë deri tash e ka boçan. Se sa e ka të mundshme, do ta lë kjo pjesa tjetër politike, kongrese këto që, po çka ka thënë deri tani çan e ka bërë. Ai kur thotë të rreqim trupa, nuk thos do i mbyllim, thjesht do reduktoj. Do lej minimumin aty, po. e pra, Ki ta themi parasysh, këtë. po me bët njëjtën gjë në Kosovë për shembull. Kupton? Ai mbyllet ai bën stilli se aq janë Kosova ata, po i lap 5 ushtarë mbyllet ku? Ça? Ki parasysh se kështu janë bazat, nuk e se bazat kanë trupa Qartë. me cilat ti do bësh sulme e tjerë. Këto bazat për këtë punë janë mbajtur. Bonstilli është nuk është bazë erore më duket amerikane. Bonstilli nuk është erore. Po ç'a është? Është kështu bazë me trupa si këto. Ka qenë bazë stërvitore, bazë ushtarake aktive, bazë këmbësorie. Po kjo Kosovës jo tani kjo është e NATO-s, nuk ka lidhje me Amerikën. Kjo është e NATO-s, po ki parasysh kjo ishte një bazë e NATO-s cilën e donin Amerikanët, pikërisht për ta pasur si bazë mbështetëse Pikërisht po. për një luftë në lindje. Atëherë ishin këta demokratët me mendjen që na duhet baza për luftë me Rusinë. Po tash ai drejtimi është në lindje edhe për Rusinë edhe Qartë. për Iranin, kështu që Nga Kuçova njësoj duken ato. po në Kuçov 4 helikoptera ka çanë, 2 drona, nuk e se kanë e gjithë tjetër. Janë ndërkohë prandaj të pyeta. Po. Nëse Politikoj po shikoni zonja Zotrinj është një gazetë e hapur anti-Trump, kështu që gjithsesi ta keni parasysh të gjë. Pa, Çështja është se Ta vjen- këta janë gjithë hapur anti-Trump, po duan gjithë mbrojtjen e Trumpit. e duan vërtet më kolla, unë shoh se po gëzohet ky Macroni për kontë duart, ky Merci se ashtu fare. Këto po gëzohen janë u mësuan tani më duket. Thonë dëgjoj, keqëm keq do shkoj, hajde bëjmë një gjë të mbrojmë veten. Shiko çanë, Se nuk kemi më besim. e di kur ka filluar Evropa me shku kështu poshtë? Kur presidenti Obama deklaroi tërheqjen nga Evropa dhe përqendrimin në Azi dhe në paqësor qoftë. Unë mendoj që ka shku poshtë që me planin Marshall në fakt. Jo, ti mendon që ka qenë po të kishin dëgjuar ty do flitë gjermanisht sot, domethënë Jo. në Evropë, domethënë. Jo. E pe atë Po batutë i bërin mbretit. e dëgjova E bukur pak. gjë. Po edhe ajo është e vërtetë edhe ajo është e vërtetë. Të bukur dyja të gjë, vërteta janë, po domethënë çështja është që Ishte edhe aq keq të fliti gjermanisht shkolla në fakt. presidenti Obama Se nuk do ishte Hitleri, po do vite njëri më i moderuar Do për vinte një Gjermania, post do ishte Hitleri, ajo. do. Sigurisht apo. do Ju gjithmonë keni parasysh Hitlerin kur themi ajo Gjermani, jo më valla. Hitleri do ikte, do vite deri nga pikpamja ushtarake ka qenë një gjeni, arriti shkoi deri Nazi me trupa. Po ka bëri dhe gabime shumë. Po sigurisht se gabimet Kishte një koncept pak të çuditshëm për gabimet dhe fajet i hëngër Bashkëtesën, e kupton? aty edhe vendit vetë që u ndan në dy pjesë pastaj. Po që s'do ishte keq flisë gjermanisht shkolla, je dakord me mua. Jo mos Në parim. gjermanisht. Dakord, nuk është gjë shumë e përhapur. Po janë njerëz që i japin një sens jetës tyre, punojnë gjithë ditën hekurin, nga mëngjesi I vlla dhe i me motor jetojnë dhe punojnë në Gjermani, flasin shumë mirë atje? gjermanisht. Po, knipin e kam gjerman, domethënë, nuk e se Edhe çfarë thon? edhe ata ndjen shumë mirë si gjerman, domethënë, po Nuk mërziten. unë s'kam lidhje fare me Gjermani. Qartë, po ata nuk mërziten. Jo, ata janë të lumtur. Po në rregull, pra, shikon. Rregull, kështu që. Po pra, edhe ne kështu do ishim pra. Thu ti. Po besoj. Jo, parë. O kulla, do rifnim hekurin Nëse kulla. forcat- Të paktën do kishim makina me kosto të hurë gjermane. Forcat nacionaliste në Shqipëri Po, ka qenë gjitha filo-gjermane, besoj ti e di që në Cilat? forcat nacionaliste në Shqipëri, Balli Kombëtar,
Zogistët kanë qenë gjithë filo-gjermanë. Se kishin aq keq kur e mendon. Për te Hitlerit, hiqe Hitlerin, se na i prish Hitlerit gjithë logjikën. Hiqe Hitlerin, mendoi Gjermaninë. Po erdhi ai patrioti jot pastaj që e prish, ai nga palurtoja. Kush? Enver Hoxha. Se ç'bëri ai? Ai erdhi pastaj ikën gjermanët edhe erdhi ai në pushtet. Ndajti 40 vjeç. Po nuk është se këta tjerë sporrin 40 vjet. 35 janë. Ja 5 vjet duhet që Do mbushnin Mercedesat edhe BMW-t me naftë të SPA. Po, pra. Mire prapë te kriza. Ti ikin furnizomi, po. Qa keni makina gjermane keni në përgjithësi? Ju e dini se ku të shkoni. Mos fusni zhloj zore në makinën tuja, kam thënë 100 herë Zohani Dynjan, dakord? Edhe mos i vini re pa flokët e mia sot, se nga tharsja para se të vija këtu, hop, kanë marrë një kështu si, kanë fluturuar pak lartë. Dakord? Se bo shoh që vinë mesazhe çanit çka kanë ndodhur me flokët, asgjë. Ti je shkuar bën me tharsje, ke parasysh? Flokët marrin një, kështu një. Si te SPA-ja, çon makinë, atje flokët, makina, ke parasysh bën. Kështu që mos ndroni, mos fusni karburant, çdo karburanti në makinë se lat nam. Doni ta keni makinën e shëndetshme, të marrë frym. Doni të jepni performancë motorit tuaj. Çfarë do të makine që keni, luksoze ose të thjeshtë. Vetëm kjo logo ju shpëton. Ju e dini që në piramidën e shoqërisë shqiptare, mashtruesit janë mbi 80%. Ka pika të vogla, shërbimesh që janë korrekte. SPA është një nga këto, janë vetë dëshmitar. Që u kanë filluar prej vitesh të çojnë makinat e SPA, nuk ka më asnjë problem që vjen nga karburantet. Ju betohet dhe ju e dini shumë mirë. Dilni me kasë në shtëpi, thoni do shkojmë te SPA. Pse? Do furnizojmë makinën. Kaq e thjeshtë. Okej. Është the fuel of champions, karburanti kampionëve. Plaset formula tjetër në ekran, Ledjo.